Në zemër të Kyllnit ngrihet një prej objekteve fetare më mbretëslënëse të Europës, Xhamia Qendrore e Kyllnit. Jo vetëm një vend adhurimi, por një vepër arkitekturore që bashkon traditën islame me modernitetin europian, duke u kthyer në një nga pikat më të vizituara të qytetit. Xhamia Qendrore e Kyllnit ndodhet në lagjën Ehrenfeld dhe u ndërtua si Xhamia Qendrore e qytetit të Kyllnit. Projekti u konceptua jo vetëm për nevojat fetare të komunitetit musliman, por edhe si një hapje kulturore dhe shoqërore, duke reflektuar bashkëjetesën dhe dialogun ndërfetar në Gjermani. Arkitektura e jashtme. Që në pamjen e parë, Xhamia Qendrore e Kyllnit të impresionon me arkitekturën e saj moderne dhe të guximshme, ndërsa është konceptuar si një strukturë e hapur, ku betoni, xhami dhe forma të rrumbullakta bashkohen për të krijuar një identitet unik. Fasada e xhamisë nuk është e mbyllur por e rëndë, por përkundrazi e të i dukshme dhe mikpritse, duke reflektuar idenë e dialogut dhe hapjes ndaj qytetit të Kyllnit. Kupola qendrore, ndërtuar në formë gjysmëharku, krijon përshtypjen e një porte të hapur, duke simbolizuar lidhjen mes besimit, shoqërisë dhe jetës urbane përreth. Minaret. Dy minaret e xhamisë qendrore të Kyllnit janë ndër elementet më dalluese të saj. Ato ngrihen me elegancë mbi strukturën moderne dhe janë projektuar në harmoni të plotë me arkitekturën bashkohore të Optit. Minaret nuk janë vetëm elemente fetare simbolike, por edhe pjesë vizuale që japin xhamisë një prani të fuqishme në horizontin e qytetit. Me linja të pastra dhe formë moderne, ato përfaqësojnë një ndërthurje të traditës islame me estetikën evropiane të shekullit 21. Sa i përket pjesës së brendshme, brendësia e xhamisë karakterizohet nga qetësia, drita natyrale dhe hapësira e gjerë. Kupola e madhe lejon ndërtimin e dritës duke krijuar një atmosferë shpirtërore dhe të ngrohtë për besimtarët dhe vizitorët. Elementet dekorative me kaligrafi islame dhe detaje artistike që theksojnë bukurinë pa e mbingarkuar hapësirën. Arkitektura e brendshme është konceptuar për të reflektuar thjeshtësinë, harmoninë dhe përqendrimin shpirtëror, duke bërë sallën e faljes një vend reflektimi dhe qetësie. Hapësirat shoqëruese, qendër sociale kulturore. Përtej rolit të saj fetar, Xhamia Qendrore e Kyllnit funksionon edhe si një qendër e rëndësishme kulturore dhe shoqërore. Kompleksi përfshin hapësira të ndryshme si restorante, ambiente për pushim dhe relaks, si dhe zona të dedikuara për aktivitete familjare. Një rëndësi e veçantë kushtohet edhe fëmijëve, me hapësira për argëtim dhe aktivitete edukative, duke